Tuneli i Shkopetit vijon të krijojë shqetësime për qarkullimin e automjeteve nga moskryeja e investimeve të mirëfillta në të nga firma e mirëmbajtjes së aksit Skura i Peshkopi. Rrjedhja e vazhdueshme e ujit është shkaku kryesor i dëmtimit të dy shemes të tunelit, duke krijuar gropa të shumta në të gjithë sipërfaqen e saj. Ajo që vjen re është se firma mirëmbajtëse mjaftohet me investime sipërfaqësore dhe pa kritere teknike, si këtë herë që gropat në dyshemen e tunelit i kanë mbushur me zhavor. Sipas drejtuesve të mjeteve, kjo metodë ndërhyrje është teknikisht e papranueshme, pasi ujrat e zhbëjnë menjëherë nga gropat zhavorin e hedhur, e nga ana tjetër ai bëhet burim aksidenti. Përdoruesit të këtij aksi nacional shprehen të revoltuar për lënien pasdore të investimeve në rrugën Burrel-Skuraj. Gropat ma keq nuk ka vëtë. Uj, gropa, tuneli, shumë keq. Rruga e Burrelit është lënë masdore. Nuk po vend dorë shteti fare. Mes tunelit, të më thonë, është një marrije e madhe për shtetin tonë. Rruga e vjetër Burrel, milion është cop. Ku të të shkojmë në, ku të të bytë na? Thank you. Sorry. We are watching the bridge here. Yeah, it was nice. Gropa. I don't understand, sorry. I vetmi ndryshimi bërë në tunelin e Shkopetit, që nga viti 1953 kur ai është ndërtuar, është vendosja e sistemit të ndriçimit në maj të vitit 2021, pali sistemit të bashkisë madh për të shërbyer sigurisë së udhëtarëve.